Mes emocioneve dhe muzikës se në prani të shumë përmetarve, miqve, të ftuarve dhe të 5 fëmijëve, dje në mbrëmje nëpërmet u përurua shtatorja e mjeshtrit të klarinetës Laver Bariu. Familjarët e artistit të njohur shprehën mirënjohjen e thellë për këtë vlerësim që Përmeti i bëri Laver Bariut. Babi im i dhënë famën atij. Ashtu siç është babi im i famshëm edhe skulptori përmetarës mos gabojëm, dhe ai u bë me famë si babi. Ai e merito. Ceremonia nisi nga qendra e Përmetit, ku spikatën valltaret e reja dhe sazet e qytetit. Alem Toska, skulptori përmetar që derdhi në bronz Laverin mes emocionesh, shpreh se teksa punonte dëgjonte në sfond kabat e tij. Ka qenë një projekt jo shumë i lehtë. Lana kompozicionale ka qenë goxha i vështirë për neve, sepse realizosh një figurë ulur, duke rënë klarinetës, momente që i bie shkria e fytyrës, lëvizja e dorë, të gjitha kanë vështirësitë e veta, por mendoj që e kam arritur. Përurimi i shtatores së Laver Bariut çel zyrtarisht edhe edicionin e parë të festivalit Vjosa Art Fest.